Besimtarët katolik në Shkodër kremtuan vigjiljen e festës së Shënkollit duke marrë pjesë në procesionin tradicional që u zhvillua në rrugët e qytetit me qirin, lutje dhe këngë liturgjike. Ato përcojnë atmosferën shpirtërore të kësaj feste të rëndësishme të Kishës Katolike. Në përfundim të procesionit, mesha u mbajt në Kishën Shënkollit në Shkodër, e udhëhequr nga zëdhënësi i Konferencës i Peshorëve të Shqipërisë, Dom Mark Pashkja. Çdo diçka që hec e bllokohet në jetën tonë, është pikërisht me këtë gjë. Dikush e ka dhënë jetën për ty përpara se ti më e dhënë për dikën. E nuk duhet me harru se madhështia të kanonit krishterë, cila është pikërisht në këtë fakt se kërkush nuk ka si ti. E ti nuk mundesh me qenë si tjerë. Nuk mundesh me qenë të shpruar, nuk mundesh me ndal. Nuk mundesh me pas me thonë që problemi është më i madh se jeta. Sepse ti je si tjerë se jo si Krishti të kanë dhënë jetën. E problemi më i madh do ashtu dhe zënë më të ashtu sot i ky. Sepse fatkeqësisht edhe të rritë e krishterë kajherë nuk bajnë diferencë me tjertë. Janë një lloj si tjertë. Pse? Sepse nuk janë fut marrëdhënie me bariun i mirë. Do me thonë sepse kanë mundësi e nevojë me njoft prap bariun i mirë. Jo me pas si marrëdhënie tradicionale të shtim. Unë kam emrin Mark edhe baj diçka për Shënkollë, diçka për Kështjellë në rregull. Krishtenimi do ashtu dhezën e motra, është identitet, është marrëdhënie, është relacion.